Përshëndetje, mirë se jeni Kulinda. Mirë se po takohemi edhe këtë javë. Kësaj radhe kemi ardhur në një fshat pak më të afërt, ndryshe për herave të tjera në përbjeshk të cilat i vizitum të Istogu gjatë verës. Kësaj radhe kemi ardhur disa kilometra larg kryeqytetit, jemi në fshatin Lebon. Këtu pranë meje kam edhe kryetarin e fshatit, Gani Dobratiçi, i cili na ka mirëprit sot në vendindjen e tij. Faleminderit shumë që na mirëprit. Faleminderit për vizitën e juaj, është kënaqësi kur mediumet apo mjetet e informimit e vizitojnë fshatin tim. Këtu pranë nesh në fakt krejt mbrapa po vrehet fshati dhe shtëpitë e tij. Tregon pak se çush është sot fshati, çfarë karakterizon këtë vend? Po ta them drejtën, fshati Lebon ka ndryshuar shumë prej pas luftës, sepse ne para luftës kemi qenë 63 shtëpi, kurse tani veç kam rrinë numrin e mbi 230 shtëpi, gjithashtu operojnë disa biznise dhe deri në 12 biznise lloje të ndryshme, servisave të veturave, deponia për përpunimin e lkurave të zgjedhjeve, fabrika për prodhime dyre dritore, edhe është shkolla e ciklitur deri në klasën e 5. Është gjithçka më mirë se para lufte, sepse është kënaqësi kur në fshat, do thëmë drejtën, na pithojmë fshat, sepse nuk mungojnë asgjë nga qyteti. Me kupshtet bukra, me shtëpit bukra, me rrugë të mira, me ndryshim publik, edhe kjo karakterizon fshatin, do më thonë, që i ka gjitha vetit edhe bukurit që i takojnë i fshatit. Gjithashtu ka edhe banor që i merren me bujqësi, janë 5 fermerë që kanë sera nga 5 orë, janë 2 bletarë me nga 35 koshere blet, gjithashtu posedojnë edhe disa firma lëve, megjithse të firmat e lëve është zvoglu numri dukshëm, sepse këtë pjesën ku jemi këtu, para lufte, me pa orën këtë kohë ka qenë mbulume pej baktive, si që janë gjedhe qëmshtore, dele, dhi, kurse pas lufte, fatkeqësisht numri gjedhe në këtë fshat ora shumë. Në fakt, ajo se çka më bani përshtypje mua dhe që më do tepër e mirë ka fakti që prej 60 shtëpive janë bërë 280 shtëpi sot, ndryshe për krejt fshatrave që më kanë rënë me vizitur shumë pak, kena pas raste ku është shumë popullata, shumicën e vendeve na kanë treguar që janë ikë për fshatrave. Po, këtu është shtimi i popullatës, domthonë ka ndikuar sepse ka disa arsye. Arsyeja po është qyteti, Prishtina është afër shumë, është 8 kilometra deri në 10, kalon magjistrala Prishtinë po djevë, domthonë këtu banorët të cilët kanë ardhur pas luftës zakonisht janë pjesë e Gollakut, ka edhe pjesë e Slapët, edhe i ka lidhur domthonë afër qytetit, është vend i bukur, është fshat i qetë, pa probleme. Për arsyeja e ardhjes edhe shtimit të banorëve, kjo ka ndikuar shumë, për shkak të afërsisë me qytetin, domthonë, pastaj lidhja me autobanin, sepse këtu e kemi kyçen e autoban, janë shumë veti që i kanë tërheq me bo investime në fshatin Lebon. Domthonë, kjo është arsyeja që u rrit numri banorëve, edhe domthonë edhe familjet që kanë qenë para lufte. Për shembull, në familjen tim ne kemi qenë një shtëpi, tash jemi 6. Domthonë jemi 6 vllazni, secili kemi familjet tona, shtëpitë tona, edhe kjo ka rrit të shtohet numri i shtëpive edhe i banorëve. Sa i përket toka bujqësore është pak me toka bujqësore, sepse shtimi i popullsisë, zvoglimi i toka bujqësore, ndërtimi i shtëpive ka rrit mu të kurrë. Është një fshat që tu ka edhe komunitetin serb, domthonë, para luftës kemi qenë thuajse barabartë me komunitetin serb, janë disa shtëpi, disa prona i kanë, disa japin me qira, do i kanë shit, po këtu nuk kanë shit. A shkaktojnë të lashën? Jo, nuk shkaktojnë të lashë, i kanë pronat e veta, as na s'kena problem me ta, as ata me neve, pronat e veta i kanë, kush don me shit, i shet. Këtu fatkeqësisht kanë shit edhe banorë rezidentë, shqiptarë, jo vetë serb, edhe nuk kem kurfar të lashe. Po prej mas luftës po i bjen që shumica e serbëve pas kanë shit, me qenë se kanë qenë për gjys, tash kanë me 7 shtëpi. Po, thuajse dikon rreth 60% pronat sërt i kanë shit, me vullnetin e vetë, askush nuk i ka detyru,
këta që janë këtu, prunat i kanë, punojnë të këmbësore, disa ja japin fermerëve me qire, sepse kanë posë si përfaqe bajki, jashtëzakonisht ma e tu, ka bësore, edhe të pruna ofër magjistrale. Çka e bën interesant është edhe fakti që këtu ka qenë kazerma e Jugoslavisë. Po tash pikrisht desha të dalë, kjo pjesë ashtu ka qenë kazerme ish Jugoslavisë, domthon është e bombardume prej natës një 52 herë, sepse na kemi qëndruar në atë pjesë të maleve atje. Fatkeqësisht edhe na në këtë fshat nuk kemi pështu pa viktima, e kemi 2 viktima të luftës, e kemi Agjen Shaban Ndjerin në fshatin Koleq, i masakrum, edhe i Ndjeri profesori Avdi Musliu në Kodër Trima ka qenë musafer, edhe ajo është i ekzekutuar në luftë, i vllom. Dhe gjithashtu kanë pas të lashën luftë se një pjesë e banorëve kanë ejtë të, ju kanë inë për shtëpia, i kanë maltretu, i kanë rro, po tjerat kanë jenë konë dikon të shtëpi të djegura, edhe qëtu jenë konë luftat. Se kazerma konë instalume qysh mati, qysh pe i vëzlije, mojnë men, ka qenë numëri ushtarëve këtu, të pjesë ku përshimnin ka qenë të instalume tonkat, kjo pjesa këtu konë, aja atje, këtë konë e instalume me tonka, është granatu një pjesë e Barileves, pjesoj pjesë dhe një pjesë e Mazgitit, Obilicit, të monë, ka pas vend strategjik, së është shifin këtu 2 koda që është vend shumë strategjik për luft. Si fëmi normal që kur i ke po këtë kazirme të kalon në shije të keqe në atë ko. Tregëm pak nashta se sa ju ka pengu për shembull me zhvillu femirin, me lujt në këto pjesë zandet ju, këtu e pas parasysh që e keni pas gjithmonë që të ushtrin. Tash pëdu se këtu ndohen 2 periuda. Është periuda deri në vitet 1980, unë në vitin 1980 kom pas 8 vjetë. Edhe deri në atë periudën e demonstrovët atë vitet të 80-ta, sinqerisht po them kena kalu shumë mirë kena kalu me ushtarë cilët ka qenë kazermë. Sa atëherë ka qenë ish Federata e Jugosllavisë. Pe vitet të 80-ta, me fillimin e demonstratave të 80-të, atëherë qasja ka ndryshu. Domthonë, nuk na ka lënë mu afru nga atë kazerme, simi asnjëherë kontakt me ta nuk kemi pas. A deri në vitet të 80-ta janë dalë ushtarë, kanë lu me neve me top, na kanë dhonë dhurata, na kanë dhonë keksa këtu, a mas vitet të 80-ta qasja ka ndryshu. Sidomos pe okupimit të autonomisë, domthonë pe vitit 98-99, atëherë qasja ka qenë ke ndryshe sepse tu ka pas rezervat armatimit shumë, ka pas rezervat tulles, naftis, pajisjev që i shkojnë ushtrisë. Edhe gjatë luftin instalu edhe paramilitarët këtu. Domthonë nuk kanë nejnë në fshat, po kanë nejnë në kazermë. Kur ka fillu bombardimi, ata janë tërjek, edhe jenë vetë kazerma thot, i kam, domthonë tash, dikun, sepse na kemi qëndru në mal, edhe kemi një mu ofert 52 herë o koni bombardume. Edhe sot nuk kam vetë asë një mbetja. Ja, sot asë gërmo dhe kom pas dëshira ime është që me modhe me bo një kazermë të FSK-s. Në këtë vendin ku ka qëra? I vynë Kosovës një kazermë. E FSK-s mu instalu. Sepse ka pozit jashtëzakonisht mirë, edhe unë shpresoj që në tarme inshallah nuk do të kemo asi lufta në dyna, po kjo është pronë e Ministrisë Mbrojtjes, me sa kam informota, edhe sinqerisht po them, shumë kam dëshirë me ndërtu një kazermë në FSK-s të, që një pat mesat e mija dhe ta fërmën mi të kam këta. Prej këtu dhe për përmbyllim pjesën e parë, po vazhdojnë në fakt edhe poshtë me vizitue tek shtolla firma jote ku ti mban bagëtite, me na tregu ma shumë do më thonë për traditën e ti disa vjeqare në këtë lami.
Tash jemi të firma e Ganisit, ku tash kam na kallëzu pak ma shumë në fakt për profesionin e vetë, me cilin merret pothuajse që 40 vite. Tregona pak se çush e ke nisë në fillim këtë profesion? Po, këto e kam të shikimi familjarë, do më pi prindit, para lufte i këna mojë dykon 8-10 krerë gjede qumshtore, 20 deri në 50 dele, kurse pas lufte i mojë vetëm gjede qumshtore, sepse për munges fuqisë punëtore, mu ka duft me jek delet. Dhe kushtet para lufte për me i mojë të kanë qenë jashtëzakonisht të rona, sepse shtollat i kanë pas të improvisume, dhe të ndërtume thjesht me druna, me baltë, ose Allah që kanë thonë, kurse tash i shifni vetë është firma moderne, janë kushtet jashtëzakonisht më të mira me i këshyrë. Viti 2025 është 40 vite përvoj pune e sektor dhe ju, sot janë 13 lapë qumshtore, 5 pështira për i prodhim, janë 4 bika për majmeri, edhe tash e kam fazën veç të tuje se pi funit të mujtë fillojnë të shtohen një numër i tyne, është ma letë me i kontrolu, me i këshyrë, se kushtet tash janë ma të mira, për kraja është pas lufte, edhe nga nivelli komunale dhe nga nivelli qendror, edhe këtu janë lehtësinat e fermerit. Tregëm pak se qysh kujdesesh një ditë zakonshme të punës për krejto, po e përmend që është ma letë, po qysh u kanë atëherë dhe qysh u tash? Po për mu, me gjesi është çdo ditë në ora 5:30 zona, hoka ftjallë, qatë periullë, kërë dikush banajgore dhe qysh mështë me hongër fletën, unë jo fletën, po si zona, hoka ftjallë, edhe bashkë me bashkëshortën, e pastroj shtollën, e filloj procedurat e ushqimit, pastrimit gjinve, me i fillu me aparat me mjel, edhe i ushqej edhe mo deri në mbrëmje, asë njerë nuk vi, vetëm nëse dite kur jem të shpia, jem pak ma lirë, vi shiqoj, sepse thash është ma letë, dhe këtë me mekanizm, mund është me i mrena, me ushqim me krejt, është 98% ma letë. Tanë edhe kur e ki përkrojen pej institucioneve, edhe aja është një shtyllë që ta mundëson. Unë këtë veti kom posë dikon rrëth 20 hektarë me grunë, over 4 hektarë me misër, edhe pse ka qenë një verë jashtëzakonisht me temperatura të larta, unë ju mdo mirë edhe me kulturën e grunë, për edhe me misër sepse e kom ujit, e fatëmërsisht më ka pri foti që kom një pjesë, edhe pse bajeg e ko gjallarë, sistemin e ujitjes, me falë ndimës komunës që na përkro për ujitje, thash janë gjithë shka ma letë. Po mekanizmi është ma modern, para lufte nuk kanë pas mekanizm, kanë pas traktorat vjetër, mekanizmi vjetër tash është gjithë shka ma letë. Plejnë për shtolle, e ngarkon traktor, e ullë me shpërndorë se të plejtë, e para lufte asë mekanizmi nuk kanë pas, për sa për të më është ma letë. A ka sfida, normal, sepse dojnë për kushtime dhe angash. Këtë tradit familjare për e vazhdojnë, kështu e përmend dhe veç grunë që të ndiman. Dikush tjetër për familjarëve vllaznive tua ka vazhdu tradit? Jo, në familje, do mënë zjem një familje me mbjemi në Dubrati që dikon ofër 40 ka shtëpi, vetë një jam unë, as vllaznia, po dhe kushet pak ma të lorë nuk janë, në fermë, sa i përket procedurave tukës bëqore, për krasë të jashtëzakonisht që kam djallin, kurse në fermë këtu, sepse unë e kam të registruar si biznes, dhe unë e kam punsu me bashkëshorten, me pak, mujore, zakonisht ma tepër unë e gruja për kujdesum këtu. Nëse unë e veç del punë, ose nuk muj, ose shkoj në i vizit, atëre kam gruan edhe është djalli, po gjithashtu edhe vajzat kam përkra edhe nuk si e djallit. Dhe unë, asë njerë nuk kam problem, te familja më thonë, smoj më kujdes. Dhe kem kontrot me një qumshtore, pagesën a bojnë me regullën dhe për mes banke, për krajet tash kem edhe për nivellit lokal edhe për nivellit qendror. Dhe asë njerë, e këto për kraje, fatkesish nuk i kena posë para lufte.
Normalisht. Të regëm pak se e përmende që në fillim të mëngjes dhe me thone mani qumshtin, sa litra qumshtin zirë në brenda dite? Po varsisht sa domon këtu ka një periudhë kohore, sepse gjatë plenimit zvoglohet pak se me viqja disa ditë, është varsisht, domon ka ditë për 150, ka ditë 100, domon qëtë periudhë kohore kem pak ma të vogël sasinë e qumshtit, sepse janë fazën e plenimit edhe deri në fund mujit dikun rreth 7 copa domon lindin, edhe atë në një periudhë pak kohore dhe të stabilizohen me viqja, sepse unë viqjat e vogël nuk i shes, po e rriti numrin. Këtë numër zakonisht e boj që disa vite. Domon, unë jam një fermer që nuk zënona ma tepër se që duhet. Vetëm ato sa muj me mbulu vetë. Se nuk zërosh? Po shqyqat të nëse zënon, e rrit numrin, atër të vynë fuqia punëtore me more, të vynë tokë ma shumë, edhe fatkesisht në Kosovë, fuqi punëtore në bujqësi nuk i. Është e mangë, të mohon fuqia punëtore. Se ka ndodhë që kjepësëm? Po gjeneratët e reja kanë gjithë vetën të tërkun, edhe ju duket, të thëmë drejtës, po thëmë si në nëqmim, po ju vjen shumë rranë këtë të tush bujqësi, edhe mos me qenë mekanizmi modern, është problem. E këtë numër, të mohon me këtë fuqi punëtore, me gruën, me djallin, e arritit për kujdesna mjaftushë. 150 litra qëmsht të rrëth qësoj shifre, të regëma e përpunoni djath apo krejtë e keni me marrëveshje me dërtu? Ja, e ceka djath veç për nevojat mija familjare boj, kurse të të kam kontrol me qëmshtore. Domon, qëmshtoria vjen e merë, një ditë po një ditë jo, kur ka sasimat morë dhe bëma kia dhe qëtë ditë, asë një të loshë nuk kim. Sa paguhet së dë litra? Po, varsisht prej njërës qumshtit, të mon prej 20 centve dhe 22 cent, nëse mund arri me pasërtin e qumshtit i kam edhe 7 cent liter prej ministrije, shpesher ndodhë dhe komuna kur ka bugjet edhe komuna nga përkro, dhe mon me 5-6 cent, po javlenu, po tom nuk është një fitim i madhë, birë po të thëmë drejtë nuk du me më hu, me bujqësi. E kom dërtu shtëpin, e kom rrit numrin e mekanizmit, numrin e koshve, me bujqësi i kom shkollu të min, dhe unë këto do të moj deri në penzion, mas penzioni që do në djali me vazhdu, ko me përkro, edhe qështë të shkullë. Unë falenderoj shumë për kejtë bisedin, ishte shumë knatësi. Falenderoj dhe për ju, jenë të mirëse orën që.